Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht. Nuk mund të fshe entuziazmin, kënaqësinë që sot në studio së bashku me mua është një artiste e afirmuar, do ta thosha, në skenat klasike. Ajo jeton në Itali, por është një shkodrane. Me suksesin e saj, ajo ka përshkruar me plot ritëm mjaft veprimtari artistike që lidhen në fushën e muzikës klasike, si në opera, në muzikën e dhomës, në muzikën kontemporane. Është fituese e shumë çmimeve prestigjioze të zhvilluar atje në Itali dhe pjesëmarrëse e mjaft aktiviteteve në Itali dhe jo vetëm. Por gjithsesi, duke parë në këtë këndvështrim aktivitetin e saj, nuk ka si të mos ndjejmë krenarin e të qenit të një shkodrane të suksesshme në rrugën e artit. Me finesën, elegancën që jep skena, por jo vetëm, mirësjelljen dhe gentilecën qytetare, ajo gjithmonë të tërheq me aktivitetin dhe me komunikimin e saj të bukur. Me mua, sot në studio, është sopranoja Gesu Zefi. Mirëmëngjes Gesu, mirë se erdhe. Merita, është një kënaqësi, një nder për mua, plus edhe një kthim në qytetin teme dhe ka dhe një vlerë afektive. Që ka lidhje në kohë të hershme. Nuk mund ta fsheh konsideratën për aktivitetin që ke në sken, por kur më ke telefonuar, kur më ke dhënë mesazhin që je në Shkodër, vërtet kam qenë shumë entuziaste për të bërë ftesën këtu në këtë studio, sepse më pëlqen të ndjek hap pas hapi, aq sa mundem në këtë program, hapat tuaj artistik. Për mua është kënaqësi me kënë Shkodër, ka qenë një udhëtim i paparashikuar me kohë, thjesht periudha e pandemisë më zgjati shumë pa u kthy. Qytetin tem, me taku familjen teme, me pa shtëpinë teme, me fjet në shtratin tem. Unë do të flas shkodranqe, sepse edhe pse kam jetu 2 vite në Tiranë, një kohë të largë tashmë mund të them, dialekti nuk e kam harru kurrë edhe nuk kam shumë më shmang për dialektit tem, kështu që kjo është edhe një kënaqësi, jam ja dyfisht për mundi edhe ma në komfort në këtë bisedë që kena bashkë. Si po thosha, kam marrë në Shkodër pak pa parashiku këtë udhëtim, por jam shumë e kënaqur edhe e mora pak me guxim të i balli surprizë prindëve të mi dhe miqve të mi dashur, edhe pse jam e keqardhën se për arsye pandemike nuk mund të takohem siç kam bënë të kalumen me tan. Por ishte një kënaqësi që ne bashkë sot jena këto, kisha pak melankoli edhe sot mjes kur hyna pikërisht si në shkallët e Radio Shkodrës, sepse hera e fundit që kam kënë të ishte në kohën 10 vjeçare, kur po bashim disa regjistrime, audio-video në korin e Kolec Gajtanit asaj kohe. Sa bukur, dhe sa vite kanë rrjedhur, por ajo që më bën përshtypje, është ai artikulim i fjalës dhe mendimit që lidhet me Shkodrën, me shpirtin, me çdo gjë të ngrohtë që t'jep vatra jote. Në fakt, Gesu ti ke udhëtuar në rrugën e artit shumë bukur, do thosha, me një aktivitet të admirueshëm. Duke hequr vitin pandemik, i cili në të vërtet ishte një vit që ka stopuar në një farë mënyrë të përbotshme aktivitetet të shumta, sidomos artistike. Por do thosha që aktivitetet tuaja në vimësi kanë qenë mjaft entuziaste, apo jo, në pjesëmarrje, në angazhime të ndryshme. Kam pas fatin që në kohët në vitet e konservatorit flas për një Itali, por sidomos masi kreva studimet, aktiviteti jem si në formën e koncerteve, po ashtu edhe të operave, ka dhënë satisfaksionet e veta.
plus profesionit si soliste të vedit teme, dhe me thanë personalisht, unë baj pjesë edhe një trio, bashkë me 2 koleget mia soprano, cili quhet Trio Aria, me cilat jena dhe dediku muzikës të kolonave zanore, të filmave, plus edhe të muzikës lirike nga operat edhe muzika e dhomës. Falë repertorit ton për sa i përket pjesëve të kolonave zanore nga për shembull Ennio Morricone, Nino Rota e tjerë, na ka sjellë satisfaksione si film festival në Venecia, aktivitete në Oscar e tjerë, të cilët plus faktit me jetu skenën na ka dhënë edhe fatin me jetu dhe ambiente pa kohë, në sensin që jetojnë me një patos, me një mrekulli që të cilat duhet realizohet e kënaqësia në ato momente. Dhe kjo është një vedi me fat në këtë aspekt, plus kësaj është edhe jeta e përditshme të cilën e ndaj dhe me mësimdhënie. Është një aktivitet shumë i bukur. Dhe kur vërtet të sheh në ato ambiente, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mundësive që ka sot, nuk ka si të mos ndjehesh shumë bukur dhe të krenohesh për ty. Është interesant rrugtimi yt artistik, Gesu. Them se çdo person ka zanatin e vet, si thotë në Shkodër. Në rastin tem si këngëtare, unë duhet të përjetoj skenen, duhet përjetoj edhe mësimdhënien sigurisht. Çdo njeri merr satisfaksionet mbas studimeve, edhe kjo është, nuk më duket një gjë më tepër, por thjesht që baj detyrën e kryej detyrën time, siç kolekte mi po ashtu. Ndjes. Në fakt, ajo që është e veçantë këtu, është plotësimi i një vizioni shumë të gjerë artistik, si instrumentiste, pianiste dhe si këngëtare. Si erdhën këto 2 anë? Unë lindi si pianiste që në moshën 5 vjeçare, ka qenë një moment i veçantë i jetës time, ku e kujtoj si dje dhe pse isha e vogël, ku tezja jeme, Oli Kanani, Violeta Kanani, po më thoshin, nesër a dënë me shku më mësu pianon apo dënë me shku në kopsht? Sa bukur, ndjes është një ngacmim. Unë thash pianon, pa e kuptu atëherë që ajo ishte një zgjidhje, një devotshmëri, një jetë e tanë që do të më pritte përpara. Fillova kështu studimet e mia dhe pse si isha lënë klasë parë fillore me Fatmira Pelushin, vitin e parë. E përshëndesim, një mësuese mrekullueshme. Mësuese dhe person i jashtëzakonshëm, me cilën nga një herë edhe përshëndeten afatit social të kohëve të fundit. Nga aty unë vazhdova gjithmonë, jam njoft si pianiste, kam studiu si pianiste në shkollën Prënkjakova deri në fund të gjimnazit, ku kreva dhe më ka përcjell për pjesën më gjatë Dorina Saraçi. Përshëndetje, Dorina. Me cilën jam edhe sot shumë shoqe dhe respektoj shumë, sepse me të vërtet është një person i mrekullueshëm plus një pedagoge cila më ka dhënë shumë. Andra jeme ka qenë gjithmonë me kënu, por isha e bindur se unë nuk isha zatë bukur për me kënu. Kam fillu me kënu në korin e festivalit fëmijëve, në moshën 9 vjeçare, në korin, si që përmenda parë, të Kolec Gajtani, që ishte i përbëm nga fëmijë të shkollës muzikës, me cilin kena marrë edhe shumë satisfaksione se udhtoshim dhe kishim një ambient familjar shumë të këndshëm. Për me kënu mrapa, kur u rrita edhe në korin e profesor Gjon Shllakut. Përshëndetje. Derisa në moshën 13 vjeçare mora guximin edhe fillova, më të them, në formë klandestine, kuptohet, jo familjes teme, personave të mush, po të tjerëve mësimet e kantos me Zysh Mimoza Rakaj. Emra shumë të mirë, të njohur, të mirë njohur të pedagogjisë në Shkodër. Fillova kështu një formë sekondare studimin e kantos, deri në moshën 19 vjeçare, kur ishe në Akademinë e Arteve, sot Universiteti i Arteve në Tiranë, në klasën e profesoresh Nora Qashkut.
me cilën po organizoshim një koncert në fund vitit parë të universitetit atje. Unë po përgatiqa për me ba konkursin, ishte ideja me shku në Salzburg, në Mozarteon për me vazhdu studimet si pianiste. I them zyshnores, kishte muj që po përgatiqa, por me zysnoren, sa do që për mu është një person që unë e quj një nër kolonat më të rëndësishme tjetës teme. Nuk i kisha diftu që unë studioshe kanto se absolutisht, ju nisha pianistja dhe nxënësat e zyshnor se persona që e njofin nga afer e din se në nxënësat nuk kena kënë shumë të godzimshëm për me u shprej në disa detaje. Ka patur një lloj autoriteti. Autoritetit e respektit në saj, sigurisht, deri sa atë ditën i thash zysh, unë dakord po bajmë koncertin, recitalin për piano, por unë kam qef me kënu një diçka sepse unë kënoj studioj kanto. Edhe ajo në diplomacinë e saj e majti të qeshënën, mund të them, sepse nuk e pritte prej me, unë nuk fliqa shumë me të se isha pak e turpshme. Edhe i kisha përgatit një 2 pjesë, ajo më shoqënoj, kënova, a i ka kënë momenti që më ka ndryshu jetën teme. Janë ato momente të shkurta, mas 15 viteve që studiosha piano, që më nosha që pianoja ishte identiteti jem, ishte jeta jeme, nuk më kishte shku kurmendja se do të kishte pas pasoja mrapa në ndryshim radikal. Edhe më tha, tashti tha do të ngjitesh nalt edhe të trasish zysh shqipezanin. Nga aty unë fillova në formë paralele edhe studimin në formë oficiale zyrtare dhe pse private, me zysh Shqipen, që një vit i vështirë, sepse unë e gjeta vedin... Me një ngarkes pa tjetër. Mi ngarkes, po edhe mes 2 dashurish mund të quj vedin. Pianoja ishte ajo që më kishte njektan jetën, edhe që unë kisha dha një betim, por kantoja ishte aja gjatë që unë e jetosha si të pa mujton për mu. Si një gjatë që nuk mund të realizosha. Deri sa një ditë, zysh Shqipja bashkëmenore më thanë, zemre dashtën, ty mama e baba të kanë ba për me kënu. Që fillo përpjekjet, sepse 2 kunguj në një krah nuk mund t'i mash. Një vit që unë nuk flesha mirë as natën me thanë të drejten, por kështu fillova përgatitjet edhe o transferova në Itali, si fillim në konservatorin Santa Cecilia në Rom. Keni vazhduar më pas përsëri në Rom e më pas në Milano. Milano, po vitin e parë në studiova në Rom, krejva në Roma dhe për arsye familjare transferova në Milano, ko përfunova dhe studimet e janë 2012. Si ka qenë kjo përballje pikrisht nga Tirana në Itali, në anën artistike do të thosha, në konvertimin e çdo gjëje që lidhet me një vazhdimsi e më pas me suksesin e mbërritjes në diplomimin tënd? Transferimi jem në Itali ishte rezultati një punet, jo vetëm gjatë gjithë jetës si muzikante, si studim, si çdo muzikant, sepse ashtu është realiteti, por edhe një dedikim thjesht edhe nga ana burokratike, ishte një dëshirë që u realizu. Italia është edhe adheu i muzikës lirike, kështu që i për mu... I kantos, ashtu. Edhe prindët e mi ishin atje, kështu që unë edhe arrita dhe gjeta si do qoftë familjen, nuk e përsëris ishte një realizim edhe një kënaqësi, një realizim dëshire që më bani vetëm unë e lumtun. Edhe në Itali e kam gjetë vedin se fatmirësisht në ambientet muzikore ka një frym internacionale, si në konservator, po ashtu edhe mas studimeve në momentin që duhet përballesh me skenën. Jam e qartë që atje mund të ketë student nga gjithë bota, janë interesuar për gësun, nga vjen, çfarë shkollimi, dhe sa ka ndikuar pianoja që patjetër është brenda teje për të qenë një bazë mirë edhe jo vetëm në shoqërimin tënd nganjëherë, po në formimin, në hapësirën dhe diapazonin muzikor. Sigurisht edukata nga ana profesionale që lini deri diko rrit me mu me pianon është ajo që më ka
qu për mu transformu në një këngëtare. Linda si pianiste, e u transformova një këngëtare. Kjo është një shprehje që s'është hera parë që përmendej, tash unë jam shumë llafazane Merita, nuk e di sa minuta ke për me tregu tani historinë. Është shumë e këndshme. Ndërkohë që patjetër, në një vend tjetër, sfidat kanë qenë të pranishme dhe krahas atij studimi me shumë dashuri dhe bukuri është dashur ti përballosh apo jo? Është dasht më përballu, por edhe ka qenë natyrale, sepse ka qenë një rritje, si çdo muzikante përsëris edhe një herë, një satisfaksion i cili vjen bashkë me ne, kështu që është një kërkim i vazhdueshëm ai muzikantit. Jo vetëm kërkimi për me arrit nga një skenë një tjetër, por edhe perfeksionimi, studimi i vazhdueshëm, edhe ne Ke studiuar shumë, Gesu? Kam studiu çdo ditë, është një disiplinë, është një stil jetësh, unë shpesh herë dhe me nxënësat e mi them që këngëtari është pak si sportisti, sepse instrumenti jonë është trupi. Edhe ne duhet ta marrim gjithmonë stërvitje, plus që krijohet edhe një dipendencë mas disa viteve. Vibracionet e zanit janë një nevojë që cilin asnjë këngëtar nuk mund të jetojnë pa, nuk është e mujtën. U diplomove në konservatorin Giuseppe Verdi në Milano. Erdhi me një herë aktivizimi, apo kishte një periudhë që duhet të orientohesh, një periudhë që aplikoje, konkuroje? Jeta e këngëtarit është një aplikim pafund. Ne kontrata jone punës ndoshta zgjat vetëm një natë, që është një koncert, apo një muaj që është një opera. Sigurisht ka qenë një rritje graduale, por që ka fillu që në vitet e studimit, pa prit që të marrohet për julla e nga ana oficiale, edhe pse gjithmonë vazhdohet me studiu, mu përmirësu, mu perfekcionu, edhe mas studimit dhe mas studimeve në konservatorin Santa Cecilia, unë kam vazhdu studimet e mia me pedagog të ndryshëm, duke perfekcionu jo vetëm në Itali, por dhe me shumë masterklase, por kjo është një rutinë e instrumentistave në përgjithësi muzikantëve, jo vetëm e këngëtarëve. Një në eksperiencat e fundit, edhe pse gjatë pandemisë kam pas shansin për me fitu një audicion edhe në një master për një opera studio në Vjenë me Grace Bambrin. Në verën e shkuar. Në verën e shkuar, në kursin e shkuar, ka një në eksperiencat më të mrekullueshme të jetës time. Jo vetëm për ambientin e qytetin që jetova, po edhe për faktin që unë kam qenë fanse e saj që kur kam qenë pothuajse fëmijë, edhe ishte një kurorëzim fakti që unë jo vetëm arrita përmendaj afër saj një muaj tanë, nga mjesi deri në darkë, po edhe me vunë skenë Gioconde e Ponkjelit, si si protagoniste, por edhe me njofte me përjetu Grace Bambrin, e cila është një në ikonat historike më të mëdha të gjithmonshme. Megjithatë, pati njerëz që ndikuan, që besuan tek ty. Dhe ato, ashtu si zysh Nora dhe zysh Shqipja, të dhanë atë drejtimin në një autostradë tjetër të rrugtimit tënd. Kur shkon në një vend të huaj, natyrisht përballesh me njerëz dashamirës ose jo. Ka njerëz që mbeten dhe ose grup njerëzish, të cilët natyrisht të japin besim për të ecur, qoftë edhe me një aprovim, me një duartrokitje, me një vështrim dashamirës në ecurinë tënde. Si ka qenë? Sigurisht në jetën e një njeriu, po flas në rastin e artit, kuptohet, numëron me gishtat e dorës personat të cilat kanë ba pjesë dhe na kanë ndihmu për me ba një hap ma tepër.
Përveç pedagogëve që më kanë ndjek në konservator, unë jam shumë mirënjohëse e pedagogët tem të cilit më kanë ndjek, se ne këngëtarët kena gjithmonë nevojë për me pas një riferiment nga ana tjetër, si forma e pasqyrës, një person që të negjon, që ke besim edhe që ka dhe aftësi kuptohet profesionale, i cili është Federico Longhi. Mitë tanë, unë kam edhe shansën, jam e martuar me një kompozitor, i cili quhet Roberto Brambilla, edhe në ambientin e familjes, kjo ndikon shumë. Dialogu. Pra ai pedagog, por njeriu i zemrës është gjithmonë shtysa jote, apo jo? Ashtu patjetër, është kryesorja. Gësu, natyrisht duke ecur në aktivitete të ndryshme, mendoj që rruga jote është gjithmonë më sigurt, më konsoliduar. Ke realizuar shumë role, kryesisht në operat e Verdit, të Puccinit, por edhe në muzikën e dhomës, me trion e Arjes, siç thatë më herët, por edhe në muzikën e dhomës e në aktivitete të tjera. Cila është tërheqja më e madhe në të gjithë këto, ose ndonjë përshtypje veçantë të cilët të kanë mbetur në aktivitetin tënd? Çdo këngëtar gjatë viteve të studimit, po dhe mas studimit, gjatë viteve të perfeksionimit, duhet kërkojnë identitetin e vet, unë them shpesh herë si ajo veshja të cilët duhet të jetë e masës të saktë. Në bazë të vokalit, të zanit, në bazë edhe jo shumë të gustove, por edhe deri diku ato ndikojnë. Muzika klasike, po e quajmë në një zhanër në makroform, ka sidoqoftë në specialitete. Në rastin tem, unë duhet ndjeku identitetin e zanit tem, unë jam soprano dramatike, edhe ajo që mu më jep më shumë satisfaksion, që më rrin më mirë si masë e saktë, është opera e fundit të 100, fillimit të 900, nga fundi i belkantos në gjithë pjesën romantike si pjesë historike e artit. Kjo është ajo që një ndër rolet që të kanë mbetur në mendje janë të shumta. Po përmend Lady Macbeth ose opera të tjera të Puccinit apo vepra të tjera, cilat ka dhënë një impakt të veçantë. Për afeksionin tem personal, një gjë instinktive që më vjen është Giorgetta nga Tabarro e Puccinit, e cilën e debutova në hapjen e stinës operistike në Teatrin Goldoni në Livorno. Ka qenë një në rolet e cila më ka met ma shumë zemër. Edhe pse mund të them që gjatë studimit një rolit, jo vetëm në koncerte, po sidomos në opera, gjatë përpunimit, deri diku i afeksionohen asaj cilit rol, por në memorien teme, në zemrën teme është Giorgetta e Tabarros. Në fakt, ajo që të bën përshtypje është paraqitja vokale, që është numër 1, por edhe paraqitja skenike, sepse një këngëtar është një artiste. Si shkojnë paralel këto të dyja, një këngëtare opere do të interpretoj, do të performoj në mënyrë të shkëlqyer për të besuar roli nga ana vokale, por edhe nga ana paraqitjes. Ke pasur lehtësime apo vështirësi në realizime të tilla? Fatmirësisht kam qenë me fat, sepse rolet të cilat mi përshtaten vokalit tëm kanë edhe një afrimitet nga ana fizike këtyne personazheve të cilat shkoj e interpretoj. Ky është fati jem. Nga ana tjetër, kjo është edhe një temë shumë delikate, sepse këngëtari, po e them duke lindur dhe si pianiste, ndryshe nga instrumentisti i cili deri diku mshehet mas instrumentit, këngëtari ka instrumentin, trupin e vet, edhe është shumë i ekspozuar. Lëviz me trupin, sepse publiku ma parë shef sepse ndëgjon. Janë 50%, por edhe syni ka atë vlerën e vet, edhe sigurisht ne interpretojmë një rol, një këngëtari tregon një histori duke pas mit tana tekstin. Absolutisht.
Bën pjesë në një fambull, në një ngjarje, nuk është asnjëherë i shkputur nga marrëdhënia me të tjerët, me skenën, me spektatorin. Absolutisht, edhe me regjizort, kjo është një anë në formën e këngëtarit shumë ma superficiale se sa ajo e një aktorit, por deri diku gjen identitetin e vet edhe duhet i përshtatësh personazhit. Është një kërkim i cili përponohet edhe jetohet, jo vetëm në momentin e provave, po edhe kur shkon në shtëpi e flen natën. Është një jetë e dedikume në ato periudha. Edhe ka nevojë për një kërkim edhe një sensibilitet i cili deri diku nuk është edhe shumë i thjesht mu përjetu, por kjo është mrekullia e artit. Unë si këngëtare flas për kanton, jam e sigurt që edhe... Ajo që më bën përshtypje është, si thuash, ai kontribut, ajo ndjesi e jotja, që shumë rrugë të çojnë në autostradën tënde të artit. Paralelisht ti je e angazhuar me skenën, me rolet, gjithmonë në vështrimin klasik. Por paralelisht do ta përmendim më pas anën pedagogjike. Unë shoh që në ecurinë tuaj ka pasur shumë pjesëmarrje në kompeticione, në konkurse të ndryshme, ku jeni vlerësuar me çmime speciale, me çmime të veçanta në vende, qytete, kompeticione që kanë mbledhur këngëtar nga shumë vende. Besoj se këto të kanë dhënë një stimul shumë të madh, apo jo? Artisti jeton me këto stimuj, kena nevojë, se për ndryshe nuk gjejmë paqë me jetën tonë. Plus që është edhe një rutinë e këngëtarëve, instrumentistëve, muzikantëve në përgjithësi, për me marrë pjesë në konkurse me gjithmonë vedin, deri diku me sfidu vedin, por edhe me një kënaqësinë edhe me përjetu skenën, me përjetu emocionin. Se në fundit bëhet gjithë kjo punë për me realizua ta pak minuta. Në fakt keni marrë shumë çmime. Ka ndonjë të veçantë që të ka mbetur në mendje kur jeni vlerësuar, kur e keni festuar, të ka shijuar deri në qelizën e fundit? Përmenda pa rolin e Gjorgjetës nga Fuqini, jo vetëm për dashurinë që unë kam për këtë rol, por për faktin se unë aty fitova audicionin nga një konkurs që unë shkova me fitu çmim, nuk fitova në çmim, shkova në finale, çmimet ju dhanë tjerëve, edhe jo mu. Megjithatë edhe finalja ishte satisfaksion, sidoqoftë. Por, mas ju dhanë çmimet, presidenti... Paradoksale? Po, presidenti juris tha dakord tash ju dhanë çmimet, hypin skenë, edhe unë tha duhet bëj një propozim, pavarësisht çmimeve që u dhane, e shpresoj që ajo do të pranojnë. Ftoj Gesu Zefin për rolin e Gjorgjetës, për me hapësirën koncertor. Edhe kjo ka qenë satisfaksion shumë i madh për mua, sepse ishte një surprizë, edhe unë e niva vedin ma të fitume se sa ato që fituan çmimet, edhe pse në konkurse tjera ka marrë çmimet para, dyta, treta, speciale, ku po di, unë nuk i kujtoj të shti, po kë edhe pse pa çmim ishte një çmim shumë më i madh për mua. Absolutisht po. Ti preke skenën, ato prekën certifikatën. Me gjithë respektin, a? Satisfaksion ka qenë edhe kjo eksperjenca e 2020, jo vetëm që sinqerisht si çdo artist e kena vujt shumë faktin e qenunit, jo vetëm të pamunën të anullimit shumë kontratave interesante punet, ose të spostimit, shpresojmë që këtë vit do të realizohen një pjesë e tyne, por fakti që unë fitova audicionin për rolin e Gjokondes në një vit ku skena ka mungu shumë. Edhe e kam përjetu dy fishe dhe për këtë arsye, mbana një audicion, vjen edhe u zgjolla edhe me një person që me të vërtet ishte një ndër ëndrat e mia, dhe kjo ka qenë një satisfaksion i madh, pse si ishte konkurs. Gjë e mrekullueshme. Ishim nga gjithë bota sidoqoftë. Gesu, në një farë mënyrë ato që të njohin pak më gjërësisht në jetën
për te në jetën familjare, të duket sikur Gesu Zefi është, si thua, një realizim i bukur i muzikantëve të shquar për te, si që janë daja jot, Aleksandr Gashi, e përshëndesim, pianisti virtuoz, i cili shumë suksesshëm dhe i vlerësuar debuton dhe në Itali, dhe tezja jote, pedagogja vokalit, Oli ose Violeta Gashi Kanani. Të duket se ajo ka qenë ajo folje e parë, ku ke marrë nxitje dhe ndoshta shpesh edhe komunikon. Kur kam qenë 5 vjeqe dhe më kanë thënë a do me shku me studiu piano apo me shku në kopsht, ishte tezja në shtëpia dite dhe tezja po i thote mamës, unë di me thënë që para se me fillu me folë, unë i kam kënu fjallët. Edhe tezja i thënë, po më duke si kur vajza ka vesh, pse jo? Mos kishin qenë ato muzikanta, unë nuk do të kisha pas këtë nisme. Edhe daja e tezja për mu kanë qenë gjithmonë krenari, e sigurisht, jo vetëm nga ana gjenetike, por nga ana ambientit cilin kam përjetu dhe pse ato janë transferu në Itali, kur unë kam qenë shumë e vogël, jam rrit në frymën e muzikës e cilën... Të ndjekin vazhdimisht? Pa tjetër. Të bëjmë ndonjë sugjerim, ndonjë... Sigurisht unë kam respekt për ta edhe janë gjithmonë ikonat e mia. A janë ata përsëri artistë në punë të vazhdueshme përballë skenës, përballë ndoshta si pedagog, çfarë mund thuhet për ta, si ecin në jetën e tyre? Artistike. Tezja është dedikusi në vitet kur ishte në Shqipëri, po ashtu edhe një talim simdhanjes më tepër pedagogjisë, nërsa daja, si çdo artist, Aleksandr Gashi, ai me meritat e tij ka arrit edhe atje me marrë satisfaksione shumë të mëdha nga ana koncertale, duke pa dhe skena të rëndësishme me histori, e duke marrë edhe çmime e mirënjohje nga... Krenari. Për to, duke uruar gjithmonë suksese. Gesu, në atë shtratin e butë të fëmijërisë, ka qenë piano, mësuese tuaja, shkolla e muzikës, nostalgji kur i kujton, apo jo? Gjithë këto persona, atë që po thoshe parë, janë ikona shumë të rëndësishme të jetës time, të cilat numërohen me gishtat e dorës. Edhe unë nuk do t'i harroj kurrë, se i cili prej tyre më ka dhënë një diçka e cila është ngull mbrana mejet, edhe më ka ndihmu për me ecë përpara. Jam me pa dorim pres edhe personat e tjerë që kanë marrë në jetën time, sepse është gjithmonë një vazhdimësi, deri në ditën e fundit jetës tonë, ashtu është. Ndërkohë që ne përmendëm shumë njerëz, pedagog, që kanë ndikuar dhe që natyrshëm ndikojnë në jetën e gjithë secilit në një mënyrë apo në një tjetër. Siç duket, këto pas kanë lënë edhe një gjurmë tek ajo mundësi e komunikimit siç ka pedagogu me studentin. Ndaj një pjesë e aktivitetit tënd është edhe mësimdhënia si pedagoge vokalit. Këngëtar duke përmendë dhe emrat nga ana popullore ma të njoftun, Pavarotti, Callas, Domingo, Carreras, gjithë këto përveç diviniteteve të cilat kanë qenë dhe vazhdojnë me kenë, ato që akoma janë jetë, ato gjithmonë kanë nda profesionin e tyre dhe me mësimdhënien, sepse një këngëtar ka nevojë gjithmonë me dhanë. Me gjetë dialogun, që nuk është vetëm dialogu nga ana manjektike që lidhet nga skena me publikun, por edhe nga ajo njësi e mbrëmshme teknike që kena me nxënësin. Edhe është edhe gjithmonë, unë e them, nxënësat e mia edhe eksperimentet e mia. Unë kam 8 vite që jap mësim, edhe ndahem nga mësimdhënia në skenën, edhe kjo është një realizim shumë i madh për mua. A është vështirë, sepse të jesh përballë publikut në skenë si protagoniste, kërkon një impenjim të jashtëzakonshëm, ndërkohë që impenjim është edhe komunikim me nxënësin,
me studentin të... Krijohet dipendencë në vite. Unë e quj ka njëherë si droga natyrale skenën. Është ajo adrenalina, janë endorfina që çdo artist ka nevojë të karikohet pak. Edhe të japin edhe me nxansin, të ndajnë eksperiencen me nxansin, se siç kanë qenë pedagogët e mi, e shpresoj që dhona një ditë arrit jem në altsinë e tyne, ashtu du me kenë edhe unë. Një person që jep mësim, por është edhe një person që jep në momentin që ka përjetu skenën. Ecin bashk. Gesu, duke parë e curin tënde, ndë folëm shumë për jetën artistike në Itali, ku falaftësive tuaja, vlerësimeve që ke marrë, je mjaft e pëlqyer, e aktivizuar, e duar trokitur, për shumë çka që paraqet. Ndërkohë që me sa di unë, komunikimet me Shqipërinë, me Tiranën nuk kanë munguar. Pikrisht në vitin e Skënderbeut, atëherë kur u realizua Simfonia Skënderbeu e Aleksandr Peçit, një simfoni me 8 apo 9 kohë? 10 kohë. Pra një simfoni dramatike, do ta quaja, këngëtarja e kësaj simfonie u zgjodh Gesu Zefi, e cila erdhi menjëherë nga Italia dhe performoi në skenën e Tiranës. Ka kënë një në emocionet më të mëdha të mia, sepse ishte hera parë që unë u kthesha në Shqipëri si profesioniste. Unë e la Shqipërinë si studente e u ktheva në skenë, po në atë skenë akademist arteve ku unë kisha qenë studente. E disha që do të kisha pas një publik shumë të ngrohtë, të fillu me pedagogët e mia, me miqt e mi, me shokët e mi, me të njohnërit e mi, me familjen teme. Edhe kjo për mu kishte një emocion shumë të madh. Jo vetëm vlera që unë i jepshe asaj mundësie që më dha. Simfonia numër 5 Gjergj Kastrioti Skënderbeu është shkruar me kompozuar nga Aleksandr Peçi për orkestër simfonike e soprano dramatike. I falenderoj shumë këngëtaren e mirënjohur Miriam Tola, sepse ishte ajo e cila dha shkëndin për emrin tem. Edhe unë gjeta një surprizë, një mail nga Aleksandr Peçi, që unë e njihsha si personazh nga larg që në vitet kur isha studente, e cila ishte propozimi, partitura, kontrata dhe çdo gjë një punë e kryer. Një punë e kryme, erdhi një surprizë nga ana jeme ku më ofru 3 kohët e fundit edhe këtyne 10 kohëve të simfonisë, si ishin për za e orkestër, për soprano dramatike orkestër, me të madhin dirigjent Eno Koço. Ka qenë një punë shumë intensive, ka qenë shumë emocionume, shumë, jo vetëm për vlerën që kishte kjo simfoni, sepse koha 10 është hymni i dedikuar Skënderbeut, ai hymn që ka hyrë në historinë në formë oficiale si fituese një konkursit nga ana e Peçit, Aleksandr Peçit, edhe më dha kështu mundësinë për me ardhur në Shqipëri. Ka qenë e veçantë, ka qenë shumë e veçantë, një surprizë për mua dhe nga ana e me një mjedisve. potencë të jashtëzakonshme dhe teknik në perfekcion, do thosha. Një pjesë kontemporane. Me një partitur jo të thjesht, arritet të realizoje më së miri, të merrje duar trokitje, të merrje një satisfaksion të jashtëzakonshëm, duke shënuar edhe një pikë tjetër të ndritshme të suksesit tënd. Sigurisht, krenohem shumë për këtë mundësinë që më është dhënë me të vërtet, për bukurinë e madhështinë e kësaj vepre që ka pas. Edhe mi tana them se kam dëshirë me shpreh ngrohjen që unë kam marrë në ata ditë provash e në atë periudhë që ne kena përgatit këtë vepër. Ngrohen nga ana humane mi tana, në gjithë personat që më kanë rrethuar. E shoh që i e rrethuar nga muzika, gjë shumë e bukur. Apo jo, edhe vetë zgjedhja e jetës, ashtu siç ju thatë më herët, bashorti juaj është një kompozitor kontemporan, edhe shumë i vlerësuar në Itali. Sa ndikon kjo në nxitjen e njëri tjetrit për realizime të bukura dhe rezultate po ashtu?
Njohja jeme me im shoq ishte një diçka natyrale, thjesht nga ana profesionale mi tana mund të them. Ma nejnë në shpi dhe ne kena ato grinjet tona, sepse ai kompozon pjesë, unë duhet me aknu, më në mrapa. Por ka marrë edhe satisfaksionet e mia, sigurisht. Është kritik, apo është më tepër Konstruktive kritik. konstruktiv? Si që jeta në qift, po ashtu dhe nga ana profesionale, Kjo gjë respektohet. ju jep një maksimum. bashkëpunim dhe një lidhje të pazgjidhshme, akoma më shumë, edhe si bashkëshort, edhe si muzikant, mjeshtra. Gjithmonë në vijim, punë, vazhdim, lavori in corso, si thohet në Itali. Gjë shumë e bukur. Nuk e di për rreth teje, ka dhe të tjerë shqiptar, sepse shpesh dëgjojmë për artistë shqiptar që performojnë, që kanë sukseset e tyre. Dhe cili është ai ndryshim midis punës këtu dhe punës atje, ose eksperiencave që ju vazhdimisht përjetoni? Gjithë bota është plot me artistë shqiptar. Shqipëria është një vend shumë i vogël, me shumë pak banorës, por për arsye që gjenetike ka prodhu gjeni artit, edhe kudo që shkoj, unë kam të bëj me shqiptar, edhe me të gjithë hujtë që unë njoh në fushën e artit, të gjithë njohin shqiptar shumë talentum. Nga ana e ndryshimit profesional unë nuk e shoh, sepse është një punë internacionale, atë që po thosha, është një dialog ai artistave që nuk njeh identitet nacional. Kena gjithë njëjtën Kjo do të gjuhë. thotë që edhe shkolla jonë është një shkollë që konkuron dinjësisht me artin e saj. Absolutisht, absolutisht. Unë jam shumë mirë njohëse, sepse në fundit formimi jem edhe ajo që më ka ba për me arrit me fillu një rrugtim tjetër, një vazhdimsi tjetër ka qenë pikërisht që në ditët e para këtu në Shkodër. Dhe sa do larg që të shkosh. Përsëri, fluturimi ka një stacion të dashur, siç është shtëpia jote, foleja jote e ngrohtësisë e prindërve, ajo derë që sa do vonë ti trokasësh, ose në mëngjes herët, ose në çfarë do ore, është e hapur me dashurinë e saj. Si ndjehesh këto ditë në Shkodër? E lastuar shumë, si prej mamës dhe prej babës, po ashtu dhe prej komshive, miqve të mi, ato pak persona e përsërisme Ka marrë mall. Jo, e kanë bërë gjithmonë këtë gjë, edhe ajo që përjetojnë se ato kanë kënaqësi edhe më shumë se sa unë. Kështu që unë po e la vedin më lastu dhe mas me dhan as ko, as mosh vedit në këto vite. Sa Këto bukur. ditë. Pata shumë kënaqësi. Për atë çiltërsi e cila buron nga shpirti i bukur i artistit, atë elegancë në artikulimin e çdo gjëja që ke përjetuar, asnjëherë duke u ankuar për sfidat që janë të natyrshme, po gjithmonë duke shkelur mbi gurët e shndritshëm të artit tënd, të cilët pulsojnë në realizime shumë të bukura. Pata shumë kënaqësi për artikulimin bukur të fjalës, me fonemat më të këndshme në Shkodër. Pata kënaqësi për këtë hir të mrekullueshëm që rrezaton me artin dhe në skenën tënde. Gesu. Të falenderoj pafund dhe të uroj vetëm suksese. Besoj se duartrokitjet e shpirtit ndoshta nuk ndjehen në sallën ku ti performon, por ato janë aty, tek të gjithë ata që të duan shumë, pavarësisht se nga cili vend, pavarësisht se janë pak larg në atë Shkodrën e dashur ku ti gjithmonë e vën në krye të CV-s tënde. Falenderoj pafund që ishe sot. Unë falenderoj ty, Merita, ishte jo vetëm kënaqësi kjo bisedë, po edhe një dashuri për këto mure, për këtë ambient që deri diku më çojnë kohë të hershme dhe kisha melankoli. Me të vërtetë falenderoj për këto momente që kaluam bashkë. Faleminderit shumë dhe gjithmonë suksese. Faleminderit jush. Faleminderit.